Një incident i tensionuar ka ndodhur në Vorë, ku sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, është përplasur me disa votues. Çfarë do ti në Vorë? Unë jam qytetar i Vorës. Çfarë do me votu? Plaka ime që kam votën më e bukur se ty. Personi që u hoq si qytetar dhe që mediat dhe portalet e regjimit e shesin qytetar është shoferi i Bert Xhabaftit. Ai tjetër ishte shoqërues. Menjëherë pas kësaj përplasje drejt Vorës është nisur kryetarja e parlamentit Elisa Spiropali. Ajo i ka dhënë mesazh votuesve që të mos intimidohen nga eksponentët e Partisë Demokratike, por të vazhdojnë të votojnë të qetë. Si kandidatët, ashtu dhe drejtuesit politik nuk kanë punë në këto bore të intimidojnë vëzhguesit, komisionerët apo zgjedhësit. Procesi këtu në Vorë, si gjithkund tjetër, në Shqipëri është krejt i qetë dhe urojmë shumë që ato skenat shëmtuara të mos përsëriten. Pas akuzave të Nokës se personat të lidhur me pushtetin janë pajisur në mënyrë të dyshint me badge të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe po ushtrojnë ndikim të palishëm mbi procesin e votimit, drejt Vorës është nisur dhe kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi. Ai ka deklaruar se këto shkelje duhet të adresohen në KQZ, ndërkohë që i bëri thirrje kandidatëve për deputet të qëndrojnë larg qendrave të votimit. Kam këshill për të gjithë ata përfaqësues politik, po veçanërisht për kandidat për deputet, sa më larg qendrave të votimit. Është më me kuptim, më me dobi që përfaqësuesit politik t'i adresojnë këto shqetësime në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sipas Celibashit, përfaqësuesit e forcave politike duhet të kuptojnë limitet midis të drejtës dhe përgjegjësisë.